Selam aleikum të dashur miq, po takomi kështu së bashku si çdo javë në emisionin Kështu ishin të parët tanë. E sot me Hoxhën Fitim Gërguri do të flasim për leximin dhe meditimin e Kuranit, do të kuptojmë se cila ishte edhe qasja e sahabëve dhe gjeneratave të arta ndaj librit të Allahut. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjej. E para e kësaj teme është çështja e vlerës së leximit të Kuranit. Pra në jetën e besimtarit është shumë e rëndësishme, apo jo? Fillimisht Allahun Teala falenderoj për këtë falje dhe ndihmë kërkoj salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj. Padyshim se Kurani ka vlerë të madhe në jetën e secilit besimtar dhe është vetëm lidhje direkte me Zotin. Dietarët kur flasin për Kur'anin thonë mjafton me ditë robi se gjithçka që rrethon është e krijuar. Përveç fjalës të Allahut azza wa jall. Ajo është e pakrijuar. Dhe është e veçantë. E kena këtë cilësi të Zotit që mujna me mësu, me lexu prej saj, me përfitu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët dhe gjithë ata që kanë raport mirë me Allahun azza wa jall i kushtojnë kohë të veçantë librit të tij gjatë ditës dhe natës. Pejgamberi alayhi salam kur fliste për Kur'anin thoshte khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej juve është ai që mëson Kur'anin për vete dhe ja mëson tjerëve. Fjala nuk është që e mëson vetëm leximin e tij, sikurse po bëhet zakon. Vëlla bujar në shumë. Kjo është më e njohur në kuptimin e shoqërisë son. Sigurisht, për këtë e përmana në shumicën e shtëpive tona është merret ky hadith për bazë vetëm mësimin e shkronjave në gjuhën arabe dhe pastaj leximin e tina. Kjo është një prej atyre gjërave të shumta që ngarthen ky hadith. Por më i miri kuptim është ai që e mediton dhe e jetson jetën e vet. Pra më i miri për ju është ai që e mediton librin e Allahut dhe mënohet me e praktiku në jetën e përditshme. Po ashtu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, që është një prej dietarëve të sahabëve, kur fliste për Kur'anin thoshte është hablullahi al-matin, është litari i Allahut që robi kopet me ta. Secili njeri ndasht me ditë gjendjen se e ka me Allahun, le ta shikoj se e ka zemrën me Kur'anin. Kështu na mësonte Uthmani radhiyallahu anhu. Pastaj thoshte law tahurat qulubuna ma shabihat min kalami rabbina, nëse do të ishin të pastërta zemrat tona, nuk do të ngopeshin kur me leximin e Kuranit. Zemërbartësia, cilësia e saj varet prej sasisë dhe cilësisë të leximit të këtij libri. Secili prej neve që pretendon se ka një raport mirë me Allahun, ka zemër të pastër dhe do të ketë nesër rezultat të favorshëm në ditën e Kiametit, duke qenë larg këtij libri, është sikurse të pretendon një i verbër se ka mundësi të jetë vëzëc i veturave në komunikacion. A ka mundësi kjo punë? Padyshim se jo. Për shkak se i mungon. Kur konsiderohet pretendim, Hoxh? Por shumica prej neve, nëse e marrim një kritik, çfarë do lloji qoftë, i qesëm më njëherë ata anti-ajrort, kundër ajrort për mos me leju me depërtu kritika, dhe thojmë ne jemi të mirë, çka po bujna, këqyre njerëz, gjitha këtu shkaqe që i përmenëm, apo arsyet, nuk po kemi kohë, nëse kishëm pas kohë, kishëm lexuar më shumë, e të ngjashme, gjitha janë shkaqe që tregojnë vetëm një aspekt, se ne jemi si çdo vetë. Po të ishim si çdo vetë, do të japnim kohën e duhur këtij libri. Kur flet Allahu azza wa jall për pejgamberin alayhi salam dhe për kohën e gjatë që kushtonte Kur'anit gjatë natës, thoshte ja ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila wa zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. O të imbulun ngrihu dhe falu krejt natën. Falu shumicën e natës apo gjysmën e saj, ose pak më pak se gjysmën. Dhe lexo Kur'an me lexim të rrjedhshëm, gjysma e natës, nëse marrim një mesatare, më pak ose më shumë, ose krejt nata, është 9 orë, 8 orë, varet prej sezonit caktuar. Nuk po themi tash na se jemi si pejgamberë dhe do të më kushtu. Sa e hapum telefone, sa na merr kohë telefone. Nëse na merr 3 orë, 4 orë,
pse nuk kemi kohë me dhënë Kur'anit 30 deri në 40 minuta. Kjo është vetëm për një arsye. Për shkak se është dobësu lidhja jonë me Allahun. Po të ishim ashtu siç na pretendojna, edhe lidhja jonë me Allahun do të ishte ndryshe. Ndaj prej këtu e kuptojmë rëndësinë e këtij libri, marrjen me të dhe ndikimin në zemrat tona. Sa i kushtojnë ako, ashtu do të kena dhe me lejen e Zotit përfitim prej tij dhe do të kemi rezultat nesër kur do dalim për Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i thuhet atij që ka lexuar Kur'anin, ka mësuar, lexo deri tek ajeti i fundit që e ke lexuar në dunja. Dhe ngritë për secilin shkallë. Prej këtu nëna e besimtarëve, Aisha radiallahu anha, thoshte, xheneti ka 6236 shkallë, pasi që Kurani ka 6236 ajete, dhe për secilin ajet që këndon ngritet në shkallë të Allahu azza wa jalla. E kush nuk don me qenë pjedestale të larta të Firdausit, mos të lexoj këtë libër. Dhe hoxh, përmes cilëve ajete Allahu në Kur'an na bën thirrje që të meditojmë rreth Kur'anit, rreth ajeteve që i lexojmë. Ajetet që flasim për këtë libër janë të shumta. Disa ajete na nxitin në meditim, disa tjera na tregojnë rëndësinë e marrjes të Kur'anit, rezultatet e tij, e disa tjera na tregojnë pasojat që i ka lënë si Kur'anit, ai që nuk merret me ta. Prej ajeteve që Allahu azza wa jall flet për meditim dhe nxit për lexim e fjalës Allahut, inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Ne zbritëm Kur'anin në gjuhën arabe në mënyrë që ta kuptoni. Nuk ka mundësi vëllai, ta kuptojmë siç duhet, sipas qëllimit që Zoti dashti. Me zbrit këto ajeteve se duke mësuar gjuhën të cilën është zbrit. Prej këtu Taqiyuddin Ibn Abbas Ibn Taymi rahimahullah thoshte në gjuhë arabe është obligim për të mësuar, sepse nuk kuptohet feja vetëm nëpërmjet saj. Andaj ajo që nuk kuptohet vetëm prej obligimit është obligim. Kështu thoshte. Po ashtu Allah azza wa jalla në ajet tjetër na fton që të merrem me Kur'an, duke na thonë inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Vërtet ky Kur'an ngrit në ato që është më e larta, më e mira, dhe i përgëzon ata të cilët kanë punuar me këtë libër me shpërblime madhështore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ishte ulur mes shokëve të vet dhe tha Kur'an, kush e lexon një shkruajin e Kur'anit ka 10 deri në 700 sevape. Tha nuk po them që Elif Lam Mim është një shkruajin, po them se Elifi është një shkruajin, Lami është një shkruajin dhe Mimi është një shkruajin. Që ne kuptojnë 30 sevape. Dhe hoxh, kur minimumi, kjo është vetëm minimumi, ka mundësi 700 për një. Po dhe kur i kuptojmë këto shpërblime, si ti balancojmë këtë dëshirën për të shpërblyer dhe nevojën për të lexuar, por edhe për të kuptuar Kur'anin. Pyetja me vend. Shpërblimi arrin nga cilësia e kuptimit, jo vetëm leximi sipërfaqësor. Ibn Qayyim rahimahullah thoshte me lexuar një ajet vetëm duke kuptuar, duke medituar të, duke nxjerr dobi prej tij, është më mirë për mua se sa me lexuar krejt Kur'anin pa meditim. Kështu thoshte edhe Omeri radiallahu anhu, ky Kur'an ka zbrit për të kuptuar. Dhe në kontekstin e shoqërisë sonë, hoxh, çka do thotë? Ta marrim Kur'anin, lexojmë arabisht, pastaj e marrim përkthimin shqip dhe fillojmë pastaj mendojmë rreth ajeteve që lexojmë apo si? Fal Zotit, në gjuhën tonë kemi disa përkthime të kuptimit të Kur'anit, jo të Kur'anit se nuk arrit përkthehet, po kuptimit të tij të ajeteve. Dhe fal Zotit janë disa botime që e ki ajetin në gjuhën arabe, pastaj afër ti përballë ti e ki ajetin në gjuhën shqipe. Unë kisha preferuar secilin dëgjues që ta merr ta lexoj në gjuhën arabe, e ka ajetin në këtë anë, pastaj në gjuhën shqipe çdo ajet. Dhe ta merr një fletore gjatë leximit të Kuranit, që të pyes një hoqë që ka afër apo një njerëz që ka dije për fe për Kuran, për ajetet që nuk është duke i kuptuar drejt. Për shembull, ta marrim një shembull praktik. Në librin e Zotit, Kuranin famlar, vëllai bujari kemi 89 ajete që Allah thret o ju besimtar, ja ju alladhina amanu. O ju që keni besuar. Ibn Mesudi thot, kur Allah të thret o ju që keni besuar, është sikur më thirr në amen, më thon o bujar. Dhe kur thirrë unë aty, në thirrje ka ose kërkesë,
urdhën ose ka ndalesë. Pra kemi 89 ajete, në to ka urdhë dhe ndalesa. Ta marrën, ti hulumtojnë këto ajete, gjatë hatmes, ku ta shumë ojo që këni besu, ta shkruajnë ajetin në gjuhën shqipe. Ti këshyrëm që në atë kërkesat në ajet, qofshin aspektin e urdhët, qofshin ndalesë. Këtë jetë një hatme. Një hatët mjetë tjetër janë 26 ajete, ja ju hënnas, ojo që këni, ojo njerës. Dhe jemi gjithë njerës. Kjo përsëri thirrje. Po është pak më e përgjithshme. Ti marrëm këtu. Dhe prafërsisht i kena 110, 115 ajete që Zoti po kërkon prej neve. Ta bëjmë një libër të caktun personale, gjendja ime me Allahun, nëpërmjet këtyre ajeteve. Këtë jetë një prej atyre metodave të meditimit. Po ta bënëm këta gjatë leximit të Kuranit. Është më mirë se mi lexu 30.000, 50.000 hatme dhe mos më kuptoj gjë. Islami asesi nuk kërkon sasi, kërkon cilësi. Po të kërkon të sasi, do të kërkon të zakatin 97.5%, po kërkon 2.5%. Apo do të kërkon të më falë këtë kohën, jo vetëm gjys orë në ditje, 23 orë gjys e kitë lira. Ndaj, feja jonë kërkon diçka për te asoj që doket, në aspektin e shpërblimit. Nëse morëm një ajet, duke me ditu 700 savape kështu, ose më shumë, sot do tjetë po tjenë 2 ajete, 3, 5. Apo në Kuranin familjarët kemi tema ndryshme, se trajton Allah Azza wa Jall pendimin, nëpërmjet Kuranit, të morëm, devotshmëria nëpërmjet Kuranit. Ta bëjmë një hatme, duke e shujt çka po i kushton Allahun rëndësi në këtë libër. Tema që po i kushton rëndësi. E kemi namazin, 72 ajete. Ti marrëm ajetet e namazit, 72 ajete. Ta këshirëm qasin e Zotën dhe këti adhurimi. Po ashtu kena ndikon 36 ajete në zakat. Ta marrëm të shikojna. Devotshmërinë të shikojna. Ta bëjna për secilin temë nga një hatme. Jetë, inshallah, kena, po t'i bënëm 20 hatme. Në këtë mënyrë, besoj se do të ndryshon të gjendja jonë me Kuranin, komplet prej asaj që mund sot me paramendu një besimtar. Dhe hoqë, njerëzit ka njëherë kërkojnë që të bëjnë më shumë hatme, edhe dini shumë mirë sa shumë pyetje bëhen nëse ka arritur të realizojnë një hatme, qoftë edhe duke lexuar Kuranin në gjuhën shqipe. Si vlerësohet kjo dhe a duhet ta kemi detyrimisht të qasti, numrin, sasinë e hatmeve? Vëlla Bujar, na për çdo çështje e kena shembullin më të mirë në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Si na fton Allah Azza wa Jall duke na thënë qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Shembullin më të mirë e kena në pejgamberin sallallahu për secilin që shpreson shpërblimin e Allahut. Dhe shpërson të kaloj mirë ditën e takimit me të dhe për secilin që përmend Allahun me një përmendje të madhe. Të kthehemi në jetën e tina. A kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka bërë shumë hatme? Apo si ka qenë çështja e tij? Abdullah ibn Mas'ud. Shikuar në namazet e tij. Abdullah ibn Mas'ud, Aisha dhe të tjerë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte një hatme të Kuranit në muajin Ramazan. Dhe në vitin e fundit e lexoi 2 herë me Xhibrilin. Hatme një. Kishte zakon në mujt, me shumë të 2. Dhe ndalaj Abdullah ibn Amrin që të lexon të çdo ditë duke thonë kushdo prej juve që lexon më pak se 3 ditë këtë libër nuk e kupton. Qëllimi shen ka ku? Te kuptimi, jo te leximi. Pastaj do t'i përmendur në vejmë se si kanë lexuar sahabë, por po flas për nivelin ton. Nuk bëhen pyetje për ata që janë në klasë të parë, duke marrë pyetje provimin doktoraturës. Nuk kanë mundësi me i kuptu ndaj niveli përgjithshëm jonë në klasë të parë. Ta bëjmë një hatme në mujt, duke lexu arabisht, shqip, duke tentu ndonjë teme me e trajtu gjatë leximit, është më mirë se të lexojna 30 hatme në mujt, apo çdo ditë. Sepse mundësia e reflektimit është shumë e madhe. Çka na vjen ai leximi i Kuranit, nëse ne lexoj Kuran, dhe më fton ona me kryeni një punë ngres zonën ndaj saj. A kështu do të mësoj Zoti? Nëse smerm Kurani në praktik,
nuk merr kuptim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë qartë, el-Kur'anun hujjatun laka aw alejk. Kurani ose është argument për ty ose kundër teje. Ndaj, për me qenë argument, do një jetësim, në praktik, dhe sinceritet, nëse këto nuk gjinde në të rash. Si që të Sufjan Thauri, ojo që jeni të pa sinqert, po lullë një kotë, dhe ojo që po pretendani pa punë, do të jeni të mjarushëm. Dhe hoqë, Kurani përshkruhet si dritë, udhëzim dhe shërim. Si shpjegohet kjo? Allah Azza wa Jalla në Kur'an thotë kështu, ja juhen nas, qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. O ju njerëz që ka ardhur një këshill prej Zotit ju. Shikoj si shëqon Allah këshill prej kujna, prej Allahut. Dhe shërim në zemra. Ja shëron zemrat nëse ju punoni me ta. Është udhëzim dhe shpërblim për besimtarët. Kështu e qunë Allah Azza wa Jalla këtë liber. Ibn Qayyimi, kur e shpjegon surën Fatiha në librin Madarijus Salikin, po edhe në disa libra tjerë, bjen shembuj se si ndikon Kur'ani në shërimin e smundjeve të shpirtit dhe të zemrës trupore. Sa të edhim Allah, bujarë se kemi dy lloj smundjesh, që njëri ballafaqon ato trupore, të cilat marrin trajtim tash në kohën moderne nëpër mjekime mjekësore, edhe jo vetëm, dhe ato një shpirtnore e që nuk ka shërim veçse duke marrë me Kur'an. Njëri mund me arrit kulmin e suksesit në aspektin e dunjas, mund me arrit kulmin e pasunisë, mund me arrit kulmin e famës, po është i zvrast, i thynë shpirtnisht. Shumicën e kohës qani, i dëshpëron, nuk kënaqet me vete, nuk e kënaqet asgjë. Pse? Njëri nuk është vetëm materia, është edhe shpirtnore. Dhe nuk mushet shpirtnore me materie, sikur se nuk mushet ana materiale vetëm me shpirtnore. Asimi si sufit që theme tash ana shpirtnore në rregull, dhe nëse nuk ushqehemi, nëse nuk veshemi dimnit, nëse nuk mbrojmë nga nxehtët e verës, na gjen gjë. Jo, kjo është një gabim i llojit vet, dhe asimi sikurse ata që e lojnë ana shpirtnore krejtësisht dhe mënohen me përmbush veten me anë materiale, sepse është dëshpërim. Allah Azza wa Jalla kur flet në këtë çështje thotë: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ai që ja kthen shpinën Kuranit, udhëzimet e, do të ketë jetë vështirë në këtë botë. Në botën tjetër do të arrin gjallën të verbër. قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. I thot Zoti, thot robi Allahut, o Zot, pse më ringjallët të verbër, unë kom pa ndonjë. Thot qështu ti je sill i verbër ndaj ajeteve tona. Qështu sot ne të harrojna, pra të lojna të verbër. Allah bëjarë ka pasoja mosmarrja me këtë libër. Nuk është që ka lënë vetëm s'po me lexu dhe nuk është thjesht një humbje shpërblimesh. Jo vetëm kjo, jo vetëm ana shpërblimit, se na nuk jemi në raport me Zotin interesi. Jo, kena shtyn me lexu fjalën e tij, me studien për të dashnin, për të kështu me radhë. Dhe nuk jemi vetëm sikur ata lypsët kur t'i japsh një monedë caktune, shkojnë dhe nuk merren me ty. Na s'do të jemi tillë. Andaj ka pasoja të mëdha lanë e këtij librit. Që në aspektin trupor, që në aspektin shpirtnor, po jo vetëm ka pasoja dhe në ditën kur dalëm për Allahut. Është që synimi jonë është përgatitja për atë ditë. Do të flasim edhe për jetimin e sahabëve konkretisht gjatë leximit të Kuranit, por para kësaj edhe një detaj hoxh, si të lexohet Kurani, me zë të ulët apo si preferohet? Kurani pëlqet të lexohet me zë. Kështu ishin sahabë që e bënin, dhe leximi i Kuranit pa shqiptu fare nuk ka lexim, është meditim, jo lexim. Do të patjetër me shqiptu, me ndëgju veten. Kjo është minimumi që do të në raport me Kur'an. Po më mirë të alshojmë zërin, sepse rrethohen melekt. Melekt vëllai bojar nuk mundin me lexu librin e Allahut. Ato shkojnë dhe i dëgjojnë njerëzit duke lexu Kur'anin dhe afrohen tek ai derisa futen shkon hadith në gojën e tij prej kënaqësisë të madhe që e ndjejnë. Ndaj preferohet ta lexojmë me zë,
ta meditojmë ato ajete që i lexojna dhe ta lutem Allahun që të na bën çdo ditë që të lidhemi me këtë libër dhe të na bën Kur'anin pranverë të shpirtave tonë, të na ringjall zemrën me të, ashtu siç e ringjall natyrën pas dimnit, të na ringjall edhe zemrat tona me këtë libër. Përmes Kuranit. Mirë, të dashur miq, ne tani do të shkputemi për pak çaste, pas pak rikthehemi për të kuptuar se si ishin sahabët kur lexonin Kur'an. Jemi rikthyer dashur miq, po flasim për leximin dhe meditimin e Kuranit me Hoxhën Fitim Gërguri. Hoxh, tani do të ndalemi te ajo që paralajmëruam se si e përjetonin sahabët leximin e Kuranit. Është përshkruar shpesh që ata qanin, ata ndjenin frikë gjatë leximit të Kuranit, por në anën tjetër edhe përshkruhet për gëzimin që kur lexonin Kuranin, për qetësinë që gjenin. Cila ishte më e shpeshtë? Një veçori që e kanë veç sahabët në aspektin e Kuranit është se ata ishin dëshmitar të zbritjes. Din se Kurani vëllai Bujar ka zbrit për 23 vite në periudha të ndryshme gjatë ditës dhe natës. Dhe për secilin ajet, siç thotë Ali dhe Ibn Mesudi, thoshin nuk ka ajet në Kuran veç se e dina ku u zbrit dhe për kanë u zbrit. Pra ajo që i veçante ata një dije pak më e veçantë, e që nuk ka ardhur atyre e shkruana fatkeqësisht, është se për çdo ajet kanë ditë ku është zbrit dhe për kë është qëllim ajeti. Nëse e lexojnë ajetën e sahabëve, e gjejmë se kanë qenë shumë të lidhur me këtë libër. Një prej dietarëve bashkëkor më pëlqen një ditë bërë një shkrim dhe ma dërgoi hoxha joni i dashur Hoxha Bekir Halimi, Allah rujt e jap jetë. Ma dërgoi se hoxha është shumë i kujdesshëm, çdo gjë të mirë mënohet ne se nxon satina më na shërbim, më na edukon për tyre. Kishte thonë një hoxh se tash po e kuptoj se kanë qenë të lidhën sahabët me Kur'anin pasi dolën telefonat dhe lidhjen e njerëzve me ta. Qysh njerëzit e mbajnë dorë me orë të tëra, ata monin librin e Allahut azza wa jall, apo edhe në aspektin përmendsh pasi që nuk ishin libra. Ishte vetëm një Kur'an të Hafsa në kohën e tyre. Pastaj në kohën e Uthmanit u shumun shtat, nuk është që kanë pas moshafa libër, por nga nxënia përmendsh që e kanë pas ndaj këtij libri. I gjejmë se librat së qasja sahabëve me librin e Allahut ishte shumë e madhe. Enes radiallahu anhu thoshte, zgjohesha ndonjëherë natën dhe i gjeja shtëpitë e banorëve të Medinës që të gjitha të zgjuara gjatë natës duke lexuar njerëz të Kuranit në to, ngjasonin me kosherën e bledhve dhe atë zërin që e dëgjojnë atë kosherë e bledhve, kështu ngjason dhe Medinja prej leximit të Kuranit, prej gjithë kësaj gjenerate, e përjetonin, e kuptonin, ishën të lidhën shumë me të, qanin shumë dhe gëzoshin njëkohësisht. Thuhet se Abu Bekri radiallahu anhu ka qenë prej njerëzve që nuk është kuptuar në namaz as duke lexuar Fatihan. Nëse një njeri i rëndëmt e din Fatihan, prej çajtjes të madhe që bënte Abu Bekri gjatë namazit, nuk e kuptonte se çfarë duke lexuar, atë shumë çante. Omerin argument tjetër ishte duke falë namazin e sabahut, atë ditë kur u vrit, u plagos namaz sabahut, pastaj vdiq pak pas e falje sabahun, dhe edin vëlla Bujar që në ditë vdicin edhe 13 sahabë që ishin me të. Bululu el-Mejusi e goditi Omerin, e goditi sahabët, deri sa shumë komt Omerin nuk e ndjejti goditjen. Të lidhën shumë, të koncentruan shumë namaz. Sot po të futej një mizë, do ta dëgjonim tonë. Ata jo vetëm që së dëgjun goditjen e khalifes, por edhe duke ikaj i mbytja dhe disa njerëz nuk e dëgjonin
as goditje në trup për shkak të lidhjes të madhe, koncentrimit të madh që kishën, apo ndonjë prej tabenëve që ka ardhur se kur ka qenë i ka thonë mjeku se do të më ta prej kamën, ka thonë nuk pranoj të më japësh atër mjet i vetëm për me pi venin o ka qenë me vendos alkohol, jo alkohol sot medicinës, po alkohol të kohës. Edhe ka thonë nuk pranoj, por shikom kur të më skuqet fytyra në namaz, atër prejnë e kamën, dhe ashtu veprun, për shkak të koncentrimit të madh ja prejtën kamën, i rat fekt, po nuk doli, nuk lishoj zoas, nuk doli prej namazit. Kështu ishin sahabë tjerë. E përmend një hadith Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se pejgamberi sallallahu la dy persona që të bënin roje. Dhe njëri prej tyre u godit me shtisë. Dhe gjaku i rrethë shumë. Kur i tha shoku i vet, po pse nuk dole prej namazit, ishte namaz natë, dhe të më tregoje se na sulmuan mësh, tha isha duke lexuar një sure që e doja shumë, nuk mund të ndalesha prej saj. Shembull i tillë, çdo njerëz që e hap libra të rëndëmta për shkrimin e sahabëve. Pra sahabët ndiqnin Muhamedit alayhis salam në mënyrën se si jetonte me Kur'anin. Jo vetëm ndjekje të rëndëm, po ka pas një ndjekje të atij niveli që nuk paramendohet dikush në historinë njerëzore që ndjek deri në atë mas, siç e kanë pasu sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në rastin e Ibn Omerit që lëviz kokën në një vend, një është habitën, thotë pse lëvizë, thotë këtu ka qenë një pemë, e ka lëviz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në për lëvizje, ajo tha pemë është shkatru, po përsëri ka lëviz. Pastaj thotë se Ibn Omeri çdo pemë që në Medinë o unë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hijen e saj, i ka ujit për musliman më tha. Vetëm më shumë më ul rreth tyre. S'kem kësi njerëz Ndiqnin në detaje Muhamedit alayhis salam. Hoxh, transmetohet se sa shpesh e bënin hat me Kur'anin, përveç shembullit që morët në fillim që kishte sugjeruar Muhamedi alayhis salam, jo më shpejt se 3 ditë. Janë disa libra që dietarët e mëdhej i kanë grumbulluar rreth mirësjelljes me Kur'anin, si libri e Abu Ubejdës, po ashtu libri e Imam al-Ajurrit e kështu me radhë, që kanë ardhur në athere se një muj, çdo muj e bënin nga një hatme. Disa prej tyre çdo 7 ditë, disa çdo 6 ditë e kështu me radhë, disa çdo 3 ditë, por nuk ka lënë të muj. Ka ardhur një ather tek Musannef ibn Abi Shaybes me zinxhir të mirë transmetimit se deri në 40 ditë maksimum ka shku një hatme që e kanë bë, po jo më shumë se 40 ditë. Allah Azza wa Jall tregon se në Kur'an, se pejgamberi u anku të Zotit se populli i tij e la këtë Kur'an, nuk punoj me ta. Wa qala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe pejgamberi u anku Allah se populli e la këtë Kur'an. Nuk ka fjala për sahabë, po për ummetin përgjithsisht. Dhe plot prej ulemave, prej tyre Ibn Abi Dunya, bjen disa athera duke thonë kush e lën Kur'anin pa lexu me shumë se 40 ditë futën këtë jetë. Që ka lënë Kur'anin pas dore dhe i treguam pasojat e lanjes e që është vërpësia në ditën e gjykimit, që është e përmenëm me herët që ومن أعرض عن ذكري kush ja kthen shpinën Kur'anit, ka me pas jetë vështirë në botën tjetër kena me rinjallë verbër. Nuk është të thjesht me lënë Kur'anin. Nuk është mirë me lexu Kur'an, siç pretendohet, është më shumë se mirë, është obligim për besimtarin, se është dhikri më i mirë. Në javën e kaluar folëm për dhikrin. Gjithë ato që i përmenëm nuk krahasohen me fjalën e Allahut. Gjithë ato që i tham. Te kalon. Këti ka lënë çdo aspekt, që në aspektin e dobisë, qoftë shpërblimit, qoftë kënaqësisë së Allahut. Qëllimi jonë pse është të arrijmë kënaqësinë e krijuesit. S'ka mundësi të arrijë kënaqësia e tij vetëm se duke marrë me Kur'an. Shpirti një besimtari pa Kur'an është Zoti na fal, është sikur se një shtëpi e zbrast që s'ka asgjë në ta. Njëri vetëm me mure çfarë bën. Ndaj sikur se po mundom me rregullu shtëpinë tonë, ta rregullojmë zemrën tonë,
s'ka rregullim pa këtë libër. Dhe hoxh, si ndikon Kurani në leximi i Kuranit në pastrimin e zemrave, në qetësimin e zemrave? Allah Azza wa Jalla përmend në Kur'an se ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Këto përmendje është për çdo spari Kur'ani, pastaj gjitha llojet e dhikrit që kemi fol për to. Zemra sigurisht qetësohet kur lexon se çka i nevojitet të robit për me pështuna ditë që pejgambert kanë frikë. Një e treta Kuranit flet për Zotin dhe ditën e gjykimit. Mbi 2000 ajete i kemi. Kjo tregon se sot do të më kushtu rëndësi kësaj teme. Çështja është përfundimi apo pështojnë apo jo. Nuk është çështje e thjeshtë. Shumë njerëz mendojnë se tash kemi arritur një nivel dijes, do të më fol për disa mesela detajone, për disa zinxhir transmetimit që njerëz nuk i dinë kështu me radhë, dhe milion tema që flasin për xhenetin, për zjarrin, për ditën e gjykimit, daljen për Allah. Kjo është humbje. Dhe devijim. Pejgamberi sa sikur sa në Mekë, ashtu edhe në Medinë, i lidhën njerëz me Allahun dhe daljen para tina. Ajeti i fundit që zbriti ishte ajeti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Keni frikë ditën kur keni më kthyr te Allah. Dhe do të merresh problem se cilën çka ka vepruar dhe kujt si bëhet për drejtësi. Nisi me ditë gjykimit, dhe përfundoj me ditë gjykimit. Krejt ajetet me kasa, kushdo që ka lexuar Kur'anin sipas zbritjes, ose është munduar me lexuar Kur'anin sipas zbritjes, si shembull surën Ekra, pastaj surën Mudaththir, pastaj Muzammil, pastaj Fatiha, pastaj surën Masad kështu me radhë. E vren se sa rëndësi kushton te Allahu mi lidh njerëz për të dhe për ditën e gjykimit. Abdullah ibn Mas'ud thoshte kush don me ditë se çysh është dita e gjykimit, le ta lexoj surën Idha shamsu kuwirat. Kur dielli të nxinet, o idha nujumun kadarat, dhe yjet të binë, o idha al-jibalu suyirat e kodrat zhduken, e kështu me radhë. Andaj ta kem për bazë leximin e këtij Kuranit me tematika, kushtoj rëndësi si stash, asoj që kushton të rëndësi Allah. Kjo është esenciale. Sa i përket sureve, a mund të themi se kemi sure të preferuara? Sigurisht, Kurani Megjithëse gjithçka prej Kuranit është më e vështirë se diçka tjetër. Në dina duke u bazuar në hadithe, jo me mendje tonë sigurisht, që pejgamberi alayhis salam thoshte nuk ka zbrit diçka në Kur'an, as në Tevrat, as në Zabur, as në Injil, sikur se sura Fatiha. Tregon se kjo pjesë e Kuranit është më e vlefshme si sure se sa sure tjera, dhe nuk kena për asnjë sure hadithe më shumë që tregojnë për vlerën e saj se sa për surën Fatiha. Pastaj fjala pejgamberit a'dhamul aya fi kitabillah, ajeti më madhështor në librin e Allahut është ajeti Kursi, apo surja Ikhlas që është ardhur tek ai njeri që e ka lexuar çdo rekat. Dhe kur është pyet se pse po e lexon çdo rekat, ka lexuar një Fatihan, pastaj ka lexuar surën Qul huwallahu ahad, pastaj një sure tjetër. Dhe sahabët ka çudit pse kështu po vepron ky njeri. E kanë dërguar te pejgamberi alayhis salam me thonë, ky kështu vepron. Thotë vallahi unë e dua këtë sure. Pejgamberi sa më thotë dashnia për të bën ti më kon në xhenet. E përgëzon me xhenet vetëm për lidhjen e tij me surën Ikhlas, në e treta e Kuranit kjo sure. Ndaj kemi shumë hadithe që flasin për vlerën e sureve, po duhet pas kujdes, ka shumë sure që thuhet se ka thonë pejgamberi sa disa hadithe, po janë shumica dërmuese të shpikne, andaj duhet me pas kujdes me vetë një hoj për vlerën e sureve kështu me radhë. Dhe sa i përket sureve që preferohen të lexohen në kohë të ndryshme, duhet kushtuar rëndësi edhe këtyre kohëve? Padyshim kena surën Kahf që do të më lexo në ditën e Xumah. Hadith të saktë për këtë çështje nuk kemi prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kemi si fjalë të Ebu Said al-Khudriut radhiyallahu anhu, që tregon se ai që lexon surën Kahf është dritë mes dy xumave. Po ky emër
hukmin e hadithit marfua, e merr gjykimin, sikur se më thon pejgamberi sa, pasi po flet për shpërblim dhe po flet për gajbe, s'mujnë sahabë në fol prej vetës, por vetëm se kanë dëgjuar prej tina. Po ashtu kemi hadithe tjera që flasin për vlerën e disa sureve tjera dhe leximit tyne. Pejgamberi sa më lexonte surën Subhismi Rabbikal A'la dhe surën Ghashiyan ditën e xumë në namazin e xumës, po ashtu e lexonte surën Sejdë dhe surën Insan në namazin e sabat ditës e xumë. E shikoj çat mëson se mesazhet e këtyre sureve duhen ty të paktën në janë javë. Mesazhet e surës Kehf, mesazhet e surës A'la, surës Ghashia, mesazhet e surës Sejdë, Insan, duhet çdo apo surja Kafirun në namazin e sabahut. Kafirun, ajo ditore, pastaj vjen. Mesazhet e këtyre surave të paktën janë javë në ato. Ndërsa ato që janë më shpesh, Kafirun, Qul huwallahu ahad, në sabah, sunetin e sabat, edhe në namazin e vetrit dhe në sunetin e akshamit. Të riko që na vijnë mesazhet e Kafirunit, kësaj sure dhe mesazhet e surës Ikhlas. Po ashtu mesazhet e surës Fatiha 17 herë në ditë paktën, në çdo rekat obligim, mesazh. Të duhet me nxjerr këto mesazhe dhe kështu me radhë. Andaj të koncentrohemi në çështjen tonë me Kur'anin. Mos jetë çështje e thjeshtë e rëndomt, po të jetë me strategji, duke i kushtuar rëndësi prej jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo në namazin e akshamit thotë një Salama fundin që e kam në surë që kam dëgjuar pejgamberin sa duke e fal, ka qenë në surë Tur në namazin e akshamit. E që mos ka dal imam pas asoj dite, pas pak ka ndru jetë, andaj me u mundu me lidh me jetën e pejgamberit ose në çdo surë që ka kundu, kjo është më së miri. Dhe gjatë gjithë kohës keni sqaruar se si duhet jetë një lidhje pak më ndryshe me Kur'anin. Ata cilët e lexojnë Kur'anin në përditshmëri, thjesht për të fituar sevape, a duhet të ndryshuar gjithsesi këtë ritëm apo janë në rregull nëse lexojnë sa për shpërblime sepse nuk dinë të meditojnë rreth Kur'anit e të ngjashme? Sikur janë të moshuarit, ata cilët kanë filluar rishtazi të lexojnë Kur'an. Sigurisht se kjo çështje që po flas nuk është për çdo kategori. Dhe secila kategori është tregim në vete që do të më marr me të. Por po ta qisim në aspektin e dunjas, pse të gjithë mëson me përdor telefonin? Pse këto nuk themi mosha? Qoftë fëmija atje 1 vjeçar që e këshyr, ja vendosin përpara, e pastaj kur i bën 3 vjet është në gjendje me eksploru shumë në telefon. Qoftë edhe një më shumë 80 vjet që gjysën e ditës se kanë në rrjetet sociale. Pse këtu s'po gjejmë arsye? Mendoj se Allah din më së miri. Nëse kem dëshirë për diçka ja arrim, edhe një mosh. Edhe nëse është mosh e re, edhe nëse është fillestar, po edhe nëse është mosh e shtyne. Ndaj besoj se këto fjalë duhet me shërby me ndrru qasja. Pra edhe nëse janë fillestar, duhet bërë përpjekje për të avancuar. Sigurisht. Dhe kjo avancim do të jetë me një hoxh. Me pas një hoxh që lexon hatme dhe ka kontakt me të për sqarime me të tjeshme. Jo, se nuk kuptohet Kurani, sigurisht vetë. Pra, leximi le të vazhdoj, por sigurisht. Po tash bëj edhe pyetje më shumë. Nëse ka lexuar gjithsona, 10 minuta ta ketë një çështje shtesë, ta bëj 40 minuta. Nuk po them ta bëjmë 3 orë më njëherë, jo, 5 minuta më shumë. Po vetëm të jetë një ndryshim. Se kemi përmend disa herë, e nesër të sahabë çdo ditë shihnim diçka të re të ta në aspektin shtonin adhurime, apo bëheshin më të mirë. Apo fjalën e Taqiyuddin ibn Taymiyas që thoshte rahimahullah, kom arrit 60 vjet dhe çdo ditë e ri për 3 islamin tim. Çu që kanë ri për 3 islamin me këtë Kur'an. Çdo ditë në mundu dhe e dina fundin e jetës të Ibn Taymiyas. Ka vdek
duke lexuar Kur'an në burg dhe ka bërë tafsir me thëngjell në përmurës. E ka largu lapsat dhe ka bërë Kur'an në tafsir në përmurë. E ka mundu dije, qysh ne më në më buka. Dhe thot, ai që ka qenë pranime të, ka vdek tek ajete fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, në vendet e mira tek Allahu Azza wa Jall. Tek ajete fundit të surës Qalam, në faqe 531 në Kur'an famnart. Pra ka jetu me Kur'an dhe fundit i ka qenë. Kjo është qasja e kërkuar. Sigurisht. Faleminderit shumë hoxha. Faleminderit juve. Dashur miq, arritëm kështu në fund të takimit të sotëm. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.